Përshëndetje njerëz, ky Troçme Redin do të sjellë për herë të parë kush janë 5 banorë që kanë fituar një rritje të bujshme në rrjetet sociale, kjo duke treguar se ku është interesi i publikut dhe duke pasur ato një shtim të ndjekësve, kjo përkthehet edhe në fansa, në mbështetës dhe në personat që janë më shumë të zhurmshëm dhe që po e bëjnë këtë Big Brother. Do të nisim nga vendi 5 i personazhit që ka fituar më së shumti ndjekës dhe ai është Edi, që është rifutur sërish në Big Brother me një lloj loje ku kësaj radhe po krijon një lloj marrëdhënie me Dolcen, e cila po ikën në Itali, edhe pse për mendimin tim nuk është se po i sjell diçka të re lojës, por Edi ka fituar diku tek 5.2 mijë ndjekës nga 66.000 që ka qenë, ka vajtur në 71.2 mijë ndjekës dhe është Cherry Phillips që ka bërë këtë për llogaritjen dhe që ka nxjerrë se kush janë 5 banorët që kanë pasur rritje në rrjetet sociale. Në vendin e 4 është Shkurta Haxhiu, e cilën e kemi parë të debatojë në emision dhe në shtëpinë e Big Brother. Fillimisht kur ajo u fut kishte një lloj mbështetje masive pasi po e përkraj si një grua, le të themi që po tregon një forcë, një lloj burrneshe që po vjen nga një provincë, edhe pse ka atë dialektin paksa si katunare dhe e ka përqendruar lojën e saj më së shumti në këtë lloj shkurte që flet kështu troç me fjalët e popullit, me fjalë klishe, edhe pse për mua nuk është një slang apo një dialekt i Kosovës, gjithsesi Shkurta nuk po pëlqejet për veprimin që bëri dje, por këtë do ta komentoj më pas. Ajo ka pasur një rritje me 6.1 mijë ndjekës nga 6.4 mijë ndjekës, ka vajtur në 12.5 mijë ndjekës, edhe pse ka Instagramin më të varfër, pra nuk po e menaxhon dikush për të arritur atë, të gjithë e dim se sa peshë kanë rrjetet sociale dhe duhet punuar më shumë. Sa kaq në vendin e tretë është zjarri dhe dinamiku i shtëpisë, Londrimi, që edhe po pozicionohet si një lloj lideri për të pasur një grup shumë i pëlqyer për energjinë, për vibin e mirë, për ato ngacmimet, provokimet, për adrenalinën dhe për të gjithë zhurmën që ka shkaktuar në shtëpi me ngacmime, polemikat që ka le të themi vendosur të bëjë në lojën e tij. Ai ka pasur një rritje prej 7.000 ndjekësish nga 5.5 mijë që ka pasur në fillim kur u fut në Big Brother para një jave, tani ka shkuar në 12.5 mijë ndjekës, sigurisht që shifra është rritur. Në vendin e dytë është Dolce Embla, Dolce që format e saj bombastike kanë tërhequr vëmendjen e rrjetit dhe po i shikojmë kudo të ekspozuar, dhe ajo ka pasur një rritje prej 22.8 mijë ndjekës nga 61.6 mijë ndjekës, ka vajtur në 84.4 mijë ndjekës. Sigurisht romanca do të shesë edhe format e saj eksituese si Marilyn Monroe nuk kanë kaluar pa vëmendje. Dhe në vendin e parë është ajo më e reja në ato format, vajza që ka treguar që edhe pse në një moshë të re ti mund të jesh e fortë, mund të jesh e matur, mund të jesh fisnike dhe mund të jesh një lojtare e mirë. Fjalën e kam për Elionën, e cila ka rritur shifrat në Instagram në mënyrë të frikshme. Brenda një jave ka shtuar 57.000 ndjekës nga 103.000 ndjekës që ka pasur, ka vajtur në 160.000 ndjekës, sigurisht duke bërë atë një nga emrat më sensacional deri më tani në rrjetet sociale, me një mbështetje masive me të gjithë narrativen e tragjedisë që ajo ndau, por edhe me pozicionimin e saj kur u prek, kur u bulluzua, kur pati një lloj gangsterliku ndaj saj. Ajo nuk u tregua viktimizuese, edhe pse ka disa komente që e cilësojnë si tinzare, ajo po tregon që është një vajzë e matur që nuk bën dramën Queen, se nëse do të përjetonte dikush tjetër, Alba për shembull, të njëjtat situata që ka marrë Eliona, nuk e di se në çfarë shfazimi do ta shikonin në shtëpinë e Big Brother. Pra deri më tani këto janë 5 banorë që kanë pasur më së shumti rritje në rrjetet sociale, dhe kjo tregon se ku është edhe interesi i publikut dhe çfarë pëlqen publikut. Duke u ndalur tek Prime, do të ndalen tek Shkurta, siç e përmenda edhe më herët, që deri më tani po shikoj një lloj zbeje të publikut, një lloj kritiki që po i bëjnë pasi u rikthye nga shtëpia disa ditëve qëndrimin në kapsul ku doli nga aty si e preferuar publikut, dhe rikthimi i Shkurtës duke mllaçitur Çopçakis në gojë me një lloj krenarie, me një lloj trimëreshe, thua ti je Adem Jashari dhe ke çliruar Kosovën nga një luftë, me një lloj karikimi, pompozimi që nuk po e mbante vendi Shkurtën, shumë me adrenalinë dhe me shumë vetbesim, po ndërkohë në Prime qëndron si pul dhe nuk e thot një fjalë të saktë, pra nuk përfshihet, edhe pse e ka këtë të folurën siç u shpreh si katunare dhe shumë lazdrohet me fjalët që thotë, dhe hera herës nuk e kuptoj as pak
në disa raste çfarë dëshiron të komunikojë dhe mesazhe që do të japi, po e shikoj që publiku nuk po e pëlqen pikë së pari për këtë mallështinë dhe për realitetin që tregoi me rifutin e saj në shtëpi, por edhe me sulmin që i bëri Elionës duke dëgjuar ndoshta edhe një frazë dhe unë në sondazhin që bëra mbrëm në Prime duke pyetur publiku nëse i duket real skenar apo zgjodhi njeriu e gabuar, të gjithë mendojnë që Shkurta bëri gabim që e ceku dhe e cënoi Elionën duke i kërkuar llogari pse ti të bëj qefi që unika, pra kapi personin e gabuar. Kjo tregon edhe nga ana tjetër që Shkurtja nuk është një lojtare me logjik të fortë, por ndoshta preket nga emocioni dhe ashtu do ndërveprojë dhe ashtu do të jetë elaboruar loja e saj. Nga ana tjetër ka një lloj ngacmimi të fortë me Labin, që për mua është një lloj skenari që ata e kanë nga jashtë dhe do të jetë një lloj përshtjellimi i lojës së Shkurtës, pasi nuk ja doli që të kishte një lloj debati, shkoi në kapsul, kishte një lloj ngritje me Edin, nuk po e shikoj shumë të fortë Shkurtën dhe pse u prezantua dhe kishte atë simpatinë e publikut në këto ujërat në fillim, por nga ana tjetër po ngacmohet me Labin, i cili ka bërë një kasapan pa shkuar ende 24 orë nga futja e tij në shtëpinë, me informacione që ka futur nga jashtë, me vjedhjen e sendeve që u ka bërë banorë, me fshehjen e tyre, me një lloj kashëlliku që po i bën Shkurtës duke i konduar që ti u dashurove me burr të martuar, a do t'i provozoj Labi Shkurtës? Disa mendojnë që po, edhe në sondazhin që u bëra, po pa diskutim nga ana tjetër duke qëndruar edhe tek Labi, nuk më pëlqen që po sjell informacione nga jashtë, pasi po ndikon në lojë. Këtë e pash në informacionin që i dha Klodi dhe Londrimi, duke i thënë që dyshja juaj në rrjet po qarkullon me video editime që keni një lloj kimie të çuditshme dhe njerëzit mund të shikojnë si çift, dhe kjo gjë u reflektua pasi djemt nuk janë parë më le të themi bashkë këto orët e fundit. E kemi parë Klodin më shumë duke konsumuar ditën e tij me e kemi parë më shumë Klodin duke konsumuar ditën e tij me Tonin, me sa duket fjalat që vijnë nga jashtë ndikojnë në lojë dhe kjo gjë është e ndaluar sipas protokollit dhe ligjit të Big Brother të patentës. Pa diskutim do të ketë një mas kundër Labit, pasi nuk mund të tregosh informacione dhe të le të themi të aktivizosh apo të ndryshosh rrjedhën e lojës, se ashtu do të futeshin të gjithë duke marrë informacione dhe ku mbetet për të parë se kush është lojtari i fortë në ato lojë pa pasur informacione nga jashtë. Ka pasur ngacmime, siç u shpreha me Shkurtën, por edhe ka bërë një lloj drame dhe një lloj shfazimi edhe në rrjetet sociale. Pa diskutim janë bërë virale videot e tij, ka lumë me komente, ka lumë me shikueshmëri. Për Big Brotherin e kam thënë që është një person që do të shes, por nga ana tij ai do të dëmtohet pasi publiku nuk ka qef këto egzagjerime në masë që bën Labi, siç vuri valizën në kokë, por edhe duke folur me kamerën, duke thënë se nëse gjyshurit ndajnë nga jeta, mos më tregoni se nuk dua të ikë nga Big Brother. Pra brenda 24 orëve, pa shkuar 24 orë, ka por shumë zhvillime. Nga ana tjetër një lloj ngacmimi që kishte me Shkurtën, ku Shkurta ishte në katin e dytë në dhomën e gjumit, duke treguar që shikos unë jam më lart se ty, pra një lloj bërlogo dhe një lloj neverie e dy njerëzve që ndoshta mund të vinë nga një provincë dhe po vinë në Prishtinë, dhe këtë lloj ndjesie u dha dhe në rrjet një lloj tangërlliku se kush është më VIP se tjetri, apo se kush do të bëj më shumë lojë dhe kush do të sjellë më shumë zhvillim të dinamikave në shtëpi. Labi është i papar, po krijon një lloj aleance dhe tenton që të ketë mirë me Albën. Ja shprehu që unë kam një lloj mendimi të mirë për ty, e pam duke shkuar në shtratin e saj, duke e përkëdhelur, duke i qetësuar, pra duke bërë atë Labin psikolog, nga ana tjetër duke marrë me të mira Benitën, pra po gjen disa element që i ka parë nga jashtë, pra duke studiuar lojën dhe duke parë se çfarë ka shkaktuar polemika në publik. Sigurisht po shkon tek ato banorë, tek Shkurta, tek Lundrimi, besoj do të shkojë tek Benita, tek Eliona e ka parë duke ju shprehur ngushëllime, duke përkrahur dhe duke lënë atë ngrohtësinë si një baba. Nga ana tjetër kërkon të ketë një lloj protagonizmi shumë me dhunë dhe shumë le të themi të sforcuar, duke dalë dhe nga vetja e tij dhe duke treguar që unë jam tu, pra duke bërtitur qenin e tij që ai shumë e donte pjesëmarrjen në Big Brother me protestat që bëri me të gjitha daljet televizive, duke kërkuar dhe duke thonë që unë do të bëj lojë, do të sjell shumë gjëra nga jashtë, do shokoj publiku me të gjithë të keqe që më kanë bërë kolegët e kështu. Nuk e di nëse do të ketë guximin për të treguar me emra, por kjo mbetet për tu parë.
Ky do të jetë edicioni I Big Brother çifte, pasi po tenton të krijon shumë çifte, Edi me Dolcen, nga ana tjetër është kushtrimi me Sasën që po preke në duar, po përkodhelen, ishte një batutë që Sasa I bëri kushtrimit I cili u shpreh që gjërat që më kërkon ju a jap direkt, nëse e pyetja jo, unë do të kërkoj të jesh imi, ai pati një lloj kështu nga zëllimi, u lëvizi trupin. O njerëzit duan të shikojnë diçka reale, një ndjenjë reale, një lidhje reale, një emocion real, një veprim real, jo kaq fasad, jo kaq fake. Ka ikur koha kur një lidhje në Big Brother do të mbaj ty të qëndrueshëm në lojë. Publiku nuk e do këtë lloj falsiteti dhe nuk I do çiftet fake, edhe besoj që do t'japi përgjigjen të gjithë atyre që tentojnë dhe duan të bëjnë një lojë të tillë. Do doja të ndija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situatat që ndodhen në Big Brother, por më kryesorja është të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.